Leon Cana. Në klasën e? E pest. Pse bërtet, që bate? Pest. Në të pest. Okej. Bukur. Sa e ke ndjekur ti kuizin? Që 3 vite, që kur ja ka filluar kë kuiz e kam shikuar deri me tani. Shumë më pëlqen. Kuizi ka 15 pyetje, të shoqëruar me trend. Po gjithmonë kur i pyeti kandidatët gjithmonë do të tregojnë. Bravo, thuaj. Kuizi kush do të bëhet milioner ka 15 pyetje, të shoqëruar me 3 ndihma. Telefono mikun, ndihma publikut 50-50. Nga çdo 5 pyetje ne arrim nga një prag. Pragu i parë është 250 euro, pragu i dytë 1750 euro dhe premio 50.000 euro. Kush është moderatori kësaj? Agron Llakaj. Po në qopë të sot. Do të jetë e tia në të të shumë drejtojë tia. Po? A drejton? Jo. Pse? Si të drejtosh? A ke parë Gjagja Agronin? Hajde, ti e Gjagja Agroni, unë jam Leoni. Ullu atje? Ashtu. Pa. Unë jam Leoni. Pa. Përshëndetje miq, konkurrenti i dytë i kësaj natje, i kësaj mbrëmje është kandidati i quajtur Agron Llakaj. Përshëndetje Agron Llakaj. Përshëndetje. A keni emocione? Si ndiheni? A keni emocione? Aq keq ndihem, ku është tualeti? Po pse të keni emocione? Ne bëjmë humor këtu. Qa humori, për këtu më vjen për të qaha. Pse mëre? Janë pyetje shumë të vështira. Ti nuk duhesh të ngutesh me njëherë. I ke 3 ndihma, duhet të koncentrosh edhe i jep. Ajo është, po ti do më tregosh një qik? Jo, më vjen keq. Është ndaluar. Po të tregoja, do të më vrahi drejtori. Fillojmë lojën. Okej. Fillojmë pyetjen e parë. Pyetja e parë. Po. Ej. Pyetja e parë. Me çfarë nuk është mirë të qeshësh? Nëna, fatkeqësinë e të tjetrit, barsaletat, anekdotat, apo me gjëzat? Tani... E pra më duhet të koncentrosh. Unë dyshoj tek anekdotat. Po pse? Te më thënë. Okej, nuk do të më ndihmë, vazhdo. Dhe përgjigja ime përfundimtare është do kërkoj ndihmën e publikut. Mirë pra, nderuar publik. Ka filluar me quizin? Bravo, bravo, bravo.